është një nga protesta, po them, e vetme në Shqipëri në këto përmasa, po me këtë entuziazëm dhe energji pozitive, unë nuk kam parë njëherë deri tani. I njoh mirë protestat nga vjetori 90-s deri tani. Dhe është vërtet ka një zemërim qytetar të përligjur, një zemërim i cili delegjitimon qeverinë, por edhe gjithë establishmentin politik, dhe kjo tregon që protesta ka një pjekuri politike, pra njerëzit janë emancipuar. Ne në vitin 1991 dinim nga po ikim, por nuk dinim ku po shkonim. Ju edhe ata që organizojnë protestën jeni shumë të pjekur. Çfarë ishim ne në atë kohë? Ne patëm një guxim për të kapur të trenin e kohës, i cili kishte bërë udhëtimin e tij në Europën në lindore kryesisht, po dhe qendrore, përfshi edhe Polonin veri. Kështu që unë mendoj që kupa me arrogancë qeveritare dhe korrupsion është mbushur, dhe tashmë qytetarët gjetën forcën e duhur që ajo piku der kupa të vrasin frikë. Shqiptarët kanë preferuar të largohen nga familja e tyre, të largohen nga vetvetja, të largohen probleme dhe jetë përballën me probleme. Tani po shohim që ato po kthehen me një fytyrë plotësisht europiane. Është një nga protestat më emancipuese që mund të ketë parë Europa. I kam parë komentet në të gjitha podcastet dhe stacionet televizive europiane dhe amerikane. Se bujt madhe ka bërë në përbotën, në media ndërkombëtare, madje më shumë se sa Shqipëri. Padyshim, dhe janë rregulluar. Nëse ka një pasaport të vërtet Shqipëria për të në Europë, edhe kjo protestë, domethënë, është realisht që tregon këta njerëz qytetarë. Famë që pse si jemi në nivelin e Nepalit, Indonezisë apo Bangladeshit, po jo. Pra është një protestë që vrau frikë, duhet vrarë akoma, duhet rezistoj, tani duhet rezistoj e protestë, pa i ulur parametrat e saj. Pra, unë e konsideroj, pse kanë njerëz që mund të kemi mendime të ndryshme për zhvillimin politik, nesër etj, ekonomik etj, po bashkohemi në një pikë, ne duam një shtet të së drejtës dhe të shanseve të barabarta. Dhe është një protestë e cila e sheh në kompleksitetin e saj të pasgjeshme problemin e qeverisë me atë të ish qeverisë, pra të gjithë establishmentin politik. Nëse protesta nuk devijon nga ky moment shumë i qartë, shumë i pranueshëm dhe shumë shpresdhënës, domethënë, atëherë ata njerëz që janë aty realisht do të shkruajnë një faqe të re, do mbyllin një faqe të errët të historisë tonë, e do të hapin realisht një faqe të re, dhe për këtë i lutem të jenë strategjikshëm, po të përmbajtur, pasi nuk është detyrë e lehtë, po ja kanë borxh vetes tyre, familjes tyre, këtij populli, këtij vendi, po dhe historisë, që këtë protestë me qëndrueshmërinë e tyre, me qartësinë e tyre, me qetësinë, edhe të mrekullinë që edhe kur ikin fund fare pastrojnë, domethënë, tregojnë që domethënë e kanë çuar në një nivel klasi deri tani. Është e sigurt që protestat tyre më shumë se gjitha protestat, qofshin dhe të dhunës etj, i ka tundur themelin e gjithë politikës shqiptare, do t'ju bashkohen dashakeqës, të cilët o do mundohen ta prishin, o do mundohen ta marrin, o do bëjnë të dyja, por nëse qëndrojnë siç kanë qëndruar, fitoria është e sigurt, por dhe ky popull më në fund do vrasi përfundimisht frikën, ky është armiku më i madh i tij, dhe pastaj do të emancipohet dhe mendoj dhe jap mesazhin që kjo protestë duke qëndruar kështu siç është pozitive, të kthehet në traditë, të kthehet në institucion. Pra shqiptarët të mësojnë nesër, nga kjo do krijohet një traditë, një precedent i mrekullueshëm, që në momentin kur hasin në arrogancë edhe pa përgjegjësinë qeverisë, të çohen. Pra të përballen me problemet e tyre dhe
t'i zbresin qeveritarët e tyre nga pozicioni sundimtarit në pozicionin e përfaqësuesit. Edhe ligji tjetë i paraparë për gjithë dhe mbi gjithë. Askush mbi ligjin. Tani në gjithë ata siç ka përmendur, edhe unë vlerësoj këtë pjesë që ju e vlerësoni dhe e nderoni të protestave, pse jeni pjesë gjindeni aty në të protestë, në të revoltë qytetar. Por në të siç ka thotë ti, i keni si thjesht dyshime që mendoni për shkak se ka treguar dhe historia në protesta të tjera që në ndjerën që thatë që mund ka fazën e vet, domethënë që mund të devijoj, mund të bëjë patis, pra e shef si dyshime për shef diçka konkrete këto ditë aty. Patjetër. Nuk i shoh njëri privilegjet. Ta kanë jetuar në se këtë edhe unë personalisht e kam si frikë, kjo është ajo që shumë mirë vlerësojnë, po çfarë do ndodhë më tej. Ta di mirë shqiptarët. Gjithçka që mungon nga jeta e tyre miliona njerëzve, po pastaj minimumi 100.000 njerëzve është në tepric tek ata që kanë të kaluar çdo lloj ëndre. Pra për një pjesë të popullit, kërkimi i lumturisë dhe jetës dinjitoze, normale, në paqe, ku njeriu t'i shohë harin punës tij të ndershme, ka qenë i pamundur Shqipëri. Ndërkohë që për këta që kanë lart pushtetarë. Për çfarë them unë? Për lukuninë e pushtetit, çdo gjë është e lejuar dhe edhe qejt hapen domethënë për ta. Pse? Se deri tani kanë luajtur me i fush bosh dhe ju kanë mohuar të drejtat bazike po dhe minimale shqiptarëve. Jo, ky vend ka mundësi për gjithë, edhe po të shohësh, unë kam qenë disa herë në protest, bashkë me fëmijët e mi. Se janë mosh, sa unë ose edhe vajza është më e vogël, po çuni i madh është pak më i madh se unë atë kohë. Edhe për kontribuar, po edhe për parë që aty ka një ndjenjë kaq pozitive. Domethënë që të krijohet një atmosferë kaq pozitive. Sa e kam përpranuar mos i kthej përgjigje dhe atyre që merren me ndryshimlijet e konspiracionit ose e dëmtojnë, jo por këto foto janë nga Paris, janë nga po të shkojnë atje dhe shohin ka një ndjenjë pozitive. Njerëzit pak një orë përshëndesin, duan shpresë. Dhe gjendë një tjetër. Falenderoj njëri tjetrin bosh. Unë i them edhe atyre që organizojnë, një pjesë i njoh, një pjesë nuk e njoh. Pra shkoj i dëgjoj me kënaqësi, nuk ka nevojë për protagonizëm të dëmshëm. Bravo. Kush ka mundësi t'i japi kontribut t'i japi. Mjafton dhe prania është një kontribut. Pra solidariteti i të mirës dhe të keqes pas kaq shumë kohësh po shihet e shqiptarë dhe në formë më të mirë të mundshme. Pra ka i formë si estetike nga jashtë, po dhe nga shpirti nga brenda. Do thosh i kanë devijim në share. Ato janë 5 me x, mjafton që ne të ruajmë atë boshtin. Që kjo protestë është kundër një establishment. Të mos arrit të tjerë ta instrumentalizojnë. Shqiptarët nuk duhet të bjerë në kushtin e riciklimit. Janë gati, pala politike është gati. Por balë se proteste kanë filluar rrezikësadimin. Ishte në fillim kundër protestës Berisha, janë atë moj bashkë me syrin e çimit atje, pasaj po kthehet. Ata që nuk e kanë dot, janë futur në protestë, në emrat e tyre me fytyrët e tyre. Kjo flet për forcën që ka protesta, pra nuk arritën dot ta bënin vetë, ta thyen me ato se mendojnë që kanë ato rufete Zeusit nga shtëpia oficerave, nga shjupi, nuk i pin ujë, bile ngjallën të kundërtën, si dhe arroganca Ramës i ngjall të kundërtën, e forcon më shumë protestën, atë për lëpjen dhe do mundohen të vinë atje. Tani për njerëzit që janë mbas Berishës, aty s'duhet këtë bënd. Nëse duhet jenë atje, atë kërkesë bazike që thot protesta, pa Ramën, pa Berishën, atë duhet të zbatojnë. O të heqin Berishën, ose t'ikin nga Berisha. Po të vinë atje se i ka çu Berisha, ky do jetë turp për ta. Po dhe turp për ta në protesti do t'i lëshojnë terren e do të humbin nga i terren. Se kjo protest duhet fitoj karshi çdo organizimi politik, mafios, po dhe fuqie paraje. Se ka që fortë shpirti i derur në protest. Tani aty është bërë një investim. 8 ditë është bërë një investim, do më thonë shpirti i 10.000 njerëzve, po por ditë janë për 100.000 ata. Një mrekulli domethënë. Është
është gjëna që ta humbin. Do fitojnë. I sigurt që do fitojnë. Ta ka dalë, po të qëndrojnë një. Ta ka dalë, do të revizohet edhe mendimi politik me saktë. Nesër, a mund të bëhet një forcë politike aty? Shkëlqyshëm mund të bëhet. Si bëhet zotë Garan? Si kjo është pyetja ime dhe gjithë ato ndoshta i kanë dëgjuar dhe i lexojnë këtë gjithë. Çdo gjë vjen në kohën e vet. Si mund të realizohet kjo? Pra çfarë mund ndodhi? Ja, gjithë këto gjëra që po kërkohen, jep dorëheqjen Rama, bie kjo tjetër. Çfarë do ndodhi për te gjithë kësaj çka po fisim deri tani që e thon shqiptarët në zër, gjithë këtë emocion që po shkruan, unë e ndjej tek vetja dhe shoh shumë shqiptar. Të gjitha liritë a mund ndërtohet një strukturë të brenda liritë shesh. Nuk e di. Po si funksionon nga ana ligjore? Njerëzit, jo, ligjore pastaj kushtetuta jon na e lejon kodi zgjedhor. Shiko, aty unë mendoj që aty ishin sabrar. Si analizojnë njerëz nga jashtë. Sot Europa ka dhënë një mesazh shumë bukur ku e vlerëson biodiversitetin dhe ruajtjen e zonës. Po ne duhet të ruajmë dhe shqiptarët. Se ne miqë po na ikin pelikane e flamengo, po na ikin shqiptar të ndershëm. Se babëzia për para nuk një kufi. Pra, investimet janë të mirëpritura, por atë parë pa shkatëruar Shqipërinë dhe pa në rritur koston e jetesës. Se këtu për qarë ku jemi ne, ka apartamente pa fund bosh, 670.000. Pse është rritur çmimi për bërë mollë ndaluar të marrë shtëpi me qira, jo mund ta blesh. Pra dhe zhvillimi ka fazën e tij, këta mos jemi në krizën e Barcelonës, që nuk gjendot më një spanjoll shtëpi të jetojnë në Barcelonë me qira. Se janë kthyer gjitha në qendër dhe deri në Brest 84 janë kthyer në Airbnb të shtrenjta për turistë. Por ne duam një vend si të sigurt nga ana juridike, po dhe me një jetë normale. Kur njerëzit mos strapacohen me 2-3 punë dhe mos e dalin dot. Që unë mendoj që kjo protestë është si për ta pleq që janë vetëm, si për ata të rinj që kanë problematikat lidhje me arsimimin dhe kohën pas arsimimit për perspektivën e tyre, si për ata që i ikën me pishmallin nga kjo jetë, si për ata që janë dhe ata që do vinë, dhe për të ardhmen. E për ne ka marrë fëmijët, tu bëhet fjalë për ju. Si ka mundësi, vetëm çuni Fariu është i vetëdijshëm politikisht, se ka parë ajrin allës të pushtetit Fariu. Po fëmijët tanë mund të jenë aktor politik një lloj tjetër, të dalin si qytetar të vetëdijshëm, po dhe dinjitoz. Kujtoni ju se arroganca e qeverisë tani është që kjo protestë po të vazhdoj, do rënoj deri në themel çdo lloj arrogancë. Pra kjo protestë në sytë e Europës ka delegitimuar pushtetin për establishmentin. Se janë treguar të mënshur ata protestë, kanë përmendur të dy kokat që mbajnë jetën. Edhe nuk ka më katë Ramës që e janë dhe shpjan Berishën. Berisha ngele ai që është për ato që ka bërë. Jo për ato që thotë se do bëj. Ai do të jetë gjithmonë ajo që ka bërë. Një që nuk e njohim, mund ta vlerësojmë nga ato që thotë, po Berisha të gjithmonë tani ka vetëm një prallë pa besueshme. Ndërkohë që nuk shoh më që ka fuqi dhe ka qeveri të vetë rregulluar. Reagojnë me arrogancë, a thua se sikur dhe t'jenë dhe se do t'jenë 500.000, po dhe 1.000 t'jenë, edhe 100 t'jenë, se dalin atje, ata janë qytetarë shqiptarë që duhen dëgjuar. Si është gjithë qëndresën e kryeministrit, gjithë veprimet, gjithë gjëra, çfarë të thonë? Duke sigur për mua janë shenja të tronditjes. Po unë mendoj që ka pasur mundësi të korrigjojë vete. Tani ka ardhur koha atë që kemi thënë bashkë, për çdo natë ka fundin e saj. Bravo i qoftë, se po ja afroni fundin dhe po shohim atë agun. Vetëm qendresa. E drejta mbi forcën e qendresës fiton. Mos luani nga e drejta, ti je afër me ata çuna goca mrekullueshëm. Edhe qëndroni, se njerëzit do i keni pas, derisa të
kemi një konkluzion pastaj, a do kalohet në një qeveri të përkohshme jashtë këtyre dy aktorëve politik që për mua veprojnë si banda të organizuara dhe me një formulë ku për herë të parë shqiptarët të votojnë të lirë të ndershëm, po duke përgatitur një sër reformash, pa cilat nuk mund shkohet në zgjedhje të lira të ndershme. Dhe aty sovrani të ushtroj të drejtën e tij, domethënë. Si do të jetojë sovrani? Kë do të zgjedhin krye? Këtë që zgjedh Pazari Berisha Rama dhe sa kokra pas tyre, s'ka meritokraci, buron pushteti dhe karrierë për tyre në këto 30 vite dhe besojnë mbushën kohën, apo të që do populli dhe që i cili beson se shpresa lidhet me besimin. Që ata njerëz përfaqësojnë, domethënë, interesat e tij. Pra që këtu në protestë do duket, do fitojnë në një frym egoiste, apo do fitojnë dëshira për të kontribuar. Në këtë moment, Shqipërisë nuk e çati marrësh. Dhe të tja, pra. Ora, edhe si ku mos jenë askush i nesër politika ta protestë. Fakti që ta konkludojmë me sukses do të jenë histori, do të jenë ndërruar. Unë për të sigurej. Kjo duhet lakohet më shumë. E kam një përvojë. E the shumë bukur. As partitë e vogla mos i qasin. Nuk ka pagesë. Partitë e vogla i kemi lutur të bashkohen, nuk bashkohen. Ju mjafton, po duam të ikim. Nuk mund t'i shërbesh dy zotrëve njëkohësisht. T'i shërbesh dhe kësaj proteste, edhe Berishës, ose edhe Ramës, ose Romeas Pafuz. Ose X. Aty kam parë, kam qenë me një funksionar të lartë policisë. Kemi punu bashkë, kemi dhënë pësirë bashkë. Edhe i thoshte çuni vet, 20 vjet. O ba, unë dhe ikim protestë, si mendo. Ike që mbavi, po. Me mund ko kuptimin, mos u përgjene gjërat, se mund si të bëni gjëra shumë të thonë edhe babi mua, kur e kam pa protestë. Edhe unë i siguroj që kjo lloj qasje ka lënë pa mund të huajt, jo më këta që s'ka as mund as shpirt. Po i pjesë e madhe e policisë është me ta, me protestë. Dhe po vazhdoj kështu dhe i kesh atje. Nëse ata me gjithë shpirt lutën që janë protestë, të ketë produkt, dhe produktin e ka. Ka vrarë Afrikën. U arrestuar i atje. Ata gangsterët i gjoni me grush. U prish gardhi. Prit, do ketë probleme ndërkombëtare, se ki hapësh probleme një familje presidenciale amerikane duke zhytur atje ku s'do donte të zhyte asnjë. Prit, të vazhdoj. Ju i them duroni. Këtë ja faturoi Rama si kosto. Duroni, ju them, se nëse thotë Europa nuk bashkëpunojmë më me ty, sa do të mbaj Saliu, që Saliu s'mba njëri përveç. Të dyta nuk bën njëri përveç vetes dhe pjellës vet. Të dyta. Do t'i shohësh nesër do të hikin. Ato ditën që do duket sikush arrogancë më e madhe, do thonë, më falni, po unë nuk e bëj dot më këtë punë. Tani ata si forcë politike që janë qeveri nuk reagojnë. Shumë nuk reagojnë edhe Saliu në 96. Po në 96 ishte 5 hiç, krahasim me çfarë jemi. Se shkelje. Mbas votimit në 96. U hapën, u luajt me portë bosh, u tërojnë socialistët, u shkel vullneti i popullit, mund fitonte PD-ja, po jo më ato shumë që fitojnë në 96. Pastaj u desh një skandal si ai firma piramidale, që ti shkrije ajo kështjella e rërës. Unë mendoj që jemi afër mbylljes të një epoke. Që ne do të mbyllim një faqe të historisë, ta shënojmë e ta mësojmë e ta kujtojmë për mësim. Vetëm kjo ka vlerë, të mos harrojmë, që të ribijem prapë në këtë nivel primeron, se s'ka gjë tjetër për të mësuar nga kjo lloj periudhe. Kemi një, se thashë ne, që bëmë edhe provën teknike në fillim, që ta bëjmë pak edhe më të larmishme edhe për gjithë ata që na ndjekin, duke i përshëndetur dhe i falendëruar që na ndjekin vazhdimisht dhe vlerësojnë të se çka bëjmë dhe jemi në mendje, ndërkohë që kemi një koment. Zoti Karajt, falenderoj për mbështetjen që i bëm protestës, të uroj që të mbash fjalët që thua vazhdimisht në media. Po tani
Me këtë po lakojmë, këtë po themi edhe për Unë kam një zakon zotëria, nuk e di, kam një zakon që ligji im është fjala ime. Kështu që unë zakonisht edhe kur jap fjalën vetes e mbaj, jo më tjerë. Por gjithçka që kam bërë, kështu kjo ka qenë, nuk është se një komentues tjetër thotë PS+PD, barazë me non grata të marrin tankun në gardës, të rafshon, të presin fondet partive, të vrasin komplet, të mbyllin kufit, aeroportet, të ngipsimin, fëdhësira, etj. Ajo është zgjidhje, po mendoj që zgjidhja tjetër, se vendi kur e merr s'ke ku e çon pasaj, kur sa dyert e Europa dhe komanda të tjera të ngel vendin dorë, kujt, por që ne nuk duhet ta bile kjo protestë është hapi më i sigurt në Europë. Unë për të siguruar, kështu është përkthyer në Europë, të lexojnë edhe mesazhin që ka dhënë Europa, ka dhënë për Zojs, por e ka dhënë për të gjithë. Dhe ishte shumë kuptim plot para 4 ditësh kalimi afër meje që ka bërë rastisht aty Gozato. Pra, mos keni merak se Europa mban shënim, ata thonë bëni, ndihmoni veten të ndihmojnë. Kështu që besoj këto momente ata kanë kuptuar që ka ardhur dita e vërtetës. Fjalë hyjnore edhe si Zoti nuk ndryshon gjendjen e popullit që nuk do të ndryshojë vetëm. Kjo është ka shumë që e duan protestën dhe nuk kanë protestë derisa të bindën që nuk ka dorë tjetër aty përveç popullit. Po kjo se çka po flisim do vi. Po të vinë atje, unë i siguroj do ndjen komplet tjetër gjë nga ajo. Komplet energjinë më pozitive të mundshme. Unë kam qenë, kam parë, kam gëzuar, bile kam nxjerrë foto signifikative, por nuk nxjerr foto se duket sikur po bëjmë certifikime. Se dje isha me rroba të tjera, partime. Djeni i kam parë kështu në të gjitha vendet për qark kështu don. Edhe ishin një grua shumë e këndshme edhe ta nxjerr këto kur thon. Nuk e di ashtu. E cila duket njofti, thotë, po moshë madhe. I gjitha, kam dalë këtu, tha, ja kur, nuk di ku ta kthej këtë. Tu ke kamera këtu, po, ja, duket pak, Kishte 2 parulla në dorë, një para, një mbrapa. Më morën 35 vjet jetës time ata. Isha vajzëreta, tani ja ku ke këtë moshë. Ja. Edhe në zora vetëm këtë, lot nga si të kërvajt. Se këtë gjë kam djerë dhe kam thonë dhe vetë. Kam do dhe vetë. Ta e kam thënë këtu këty sa ta na morën jetë. Edhe unë nuk e di se si do kanë moral edhe duan akoma pushtet. Po si mu të më qeverisësh ti mua kur unë nuk dua, i ku sundim pasaj. Nuk e di. Edhe si mu qeverisësh ti mua kur unë si popull varfërohem ndërkohë që ti si qeveri pasurohesh. Nuk ke moral qoftë statistika. Pastaj kur del një popull i tillë, në një vend ka një vogël kundër kështu, ai më tepër të ri, po dhe fëmijë. Pra ashtu si unë fëmijët e mi që kam të rritur, po ata me fëmijët veç, tjerë pasaj kanë humbe, jemi ullë aty që ta gjenë fëmijën e kanë gjetë se... Qa temë? Prape, nuk ka gjithë për mundur, shiko që ndodhe, shiko, më bërë arroganca ka rënë. Ma, shiko, unë bëj pyetje, kjo si kjo protest që ndronë si muri fort. Te ky muri që ke mbas spinës ti, si e vret kokën, ti biesh pak apo shumë, me fuqi. Kokën tënde. Ti bie shumë. Sa më arrogant je, më shumë do vrasi kokën e ti sa dëshim arroganti, por te ke sigurt. Më shumë kamera, më vratu, më po e ke sigurt, ja do dalin, sa më arrogant jetë, ta nuk e pranojnë, ta kujtojnë se e kanë mision nga qielli, na zaptojnë e sundojnë si duan këta. Po jo, çdo natë ka fundin e saj. Thjesht Zoti e ka provuar me pushtet atë, ne provojmë atë. Tani ku çoti popull, me durim, sa nuk duhet të ulet. Mos mendojnë që ora shumë çfarë presim ne. Jo, nuk do bin për disa ditë, po disa javë do bin.
Pastaj ka një punë më të mirë për Po jo, kanë çdo ditë duke shtuar. A ka një punë më të mirë? Ose si njerëz i shpirt? Nuk ikin e vërtet. Dje i kanë bërë xhirën se që ndëroi bërë një xhirë në Tiranë, pastaj bën të dytën. Pastaj nuk ka më se kemi thonë që edhe diçka që më organcë veten, që ata që ke poshtë vetes, tani nuk ka më vlerë, se nuk pretendojmë më ti korrigjojmë. Po paktën kur të dali frika, që dalin dhe punojës administratës që nuk fitojnë gjë, që jetojnë më të rrogat, e kur ndryshojnë ligj për administratën, qasjen, edhe të bëhet karriera e meritueshme, jo vjen një partis, një ministrit, po ta s'kan turma. Ta ndronë ministrin, heq njerëz e ministrit më pashë brenda. Këta e kanë luftën për të marrë, për të kapur çat kapur brenda vetes tyre, jo më pastaj me ato që s'ka fare përfaqësim politik. Kështu që një jetë normale duam si tjerë. Një Shqipëri të jetueshme, aq më tepër që brezi im po largohet, brezi juaj dhe brezi pas teje për fëmijët për ty dhe për fëmijët tuaj. Se kam dhunë, vazhdo dhe mu jeta familje, nuk është ndërprerë se do Rama dhe Berisha. Të falenderojmë për këtë njeri patriot dhe të drejtë, rrofshin shqiptar dhe ndershëm. Si jam shumë i bindur se morën tokën tonë të huaj të paguajnë taksa për tokën tonë. Po se di ma paguajnë taksa, se kanë bërë transparent, që do fitojnë me këto investime. Janë shumë komente, janë shumë njerëz që po na ndjekin për këtë bisedë. Zoti Kara, një për shkak se unë jam shumë pak në një mesazh fundit, ndoshta si përbledhës për përgëzimin e dham për gjithë atë vlerësimin, gjithë jemi manit gjithë, jemi emocionuar gjithë dhe është fal kontributit të gjithë secilit, në atë shprehje që ne themi, që më në fund t'ja dhan dorë njëri tjetrit. Aty ka protest ka shpresë. Aty po çosh njerëz si thosh duke u çuar nga vendi kur bën haj një popull, kur e ndan mendin çohet nga vendi i ulët i poshtrimit që është vendi në shtrim. Janë çuar. Mos e zhgënjeni të popull të ulët. Një këshill do të bëni këtë fitore, se ditë mbasi do piqeni, do e kuptoni hapin e dytë të vi në mënyrë organike, mos bëni plane kollaj. Dhe mos lejoni mishën e dhis t'ju futet t'ju prishi punë. Po si mos e lejon, pra kjo është ajo dilema. Tani protesta tani do dhe ca organizator. Edhe revolucioni francez kishe sankyliot e tjerë që ndarë. Po këtu ne jemi vendi vogël dhe i njohim me tjerë. Ata të PD si tanë, ata le dalin popull do t'i përbuzë. Të dalin me i kushmë se njerëz janë, kanë drejt ndryshojnë mendjen. Distancohen nga Saliu. A duhet dalin socialist, distancohen hapur nga kjo qeverisje, e nga arogancat pare të tyre. Po nuk ka mërë, shiko, nuk ka gjë më të fort se... Nuk distancohen, po përfshirë, nuk ka gjë mikrofoni. Nuk ka gjë më të fort se një të vërtet apo një ide të cilës i ka ardhur dita. O të bëjmë bashkë gjithë, nuk është mangin do të më. Tani u lakua, u zjedhua, u përfol, u kuvendua, u protestua për këto drejta. Nuk hidhe më poshtë. Tani të qëndrojnë se pjesën e parë, fillimi mbarta gjysma punës e kanë bërë. Tani kanë gjithë gjysma. Maroj fillimi i ri aty. Ashtu. Maroj. Ka kohë që ka mbaruar, po tani është vullos. Mendon se do t'japi dorëheqjen zoti Kara? Po. Kjo protestë nuk do në lojë. Po së në lojë që do bëjë. Do të naqemi ne vetëm me kaq? Atë. Vazhdo se çdo ditë që qëndrohet aty është një hap përpara në fitore. Nuk do të naqemi. Çdo ditë që rrihet atje, atje dhe gjithë si ai i bie legitimiteti. Pra është delegitimuar tani në sytë Europës. Nuk është kollaj e disi tonë trazirët, riots and crowds, tonë stacionet e uja. Kanë dajtë turmat. është një shkallë më agresive se e popët. Kjo turm e tani është agresive në kuptimi që ka ndikim me atë mirësjelljen, me atë fytyrën e qeshur, me atë të rinj të bukur atje. Me që ndorës, e kishe si pyte për gen zënë për këto të rritë që thonë, lësh lakurgjit më jo gen zëja. Unë mendoj që asnjë nuk i mjafton vetes, edhe kam si amanet fundit, vetëm Zoti mjafton vetes. Mos bëjmë të mëdhej, askush nuk i mjafton vetes.
dhe të çojnë për çdo padrejtësi. Të filloj manuali si do funksionojë ky popull nesër i civilizuar, edhe i lirë, të çojnë gjithë për një për gjithë. Qoftë për një qytetar që ka bërë padrejtësi të çojnë nesër, prandaj tash të kthehet në institucion. Pra momenti që ka padrejtësi kur disët e protesta. Pam njerëzit thonë, e padrejtësi e toleruar tek Romeo dhe tek Altini, do i shkojnë nesër shtëpia tyre dhe këtë mitë e tyre. Nëse tolerojnë tek Romeo dhe Altini. Është kancer padrejtësia. Edhe i shbën shoqëritë njerëzore dhe popujt. Popujt janë shbërë dhe në zhdukur, janë ato që kanë humbur fillin moral, si populli Lutit apo i Lotit. Në Bibël Lot, në Kur'an Lot. Të çojnë gjithë për një për gjithë rrethuar dhe drejtës drejt shqiptarisë. Nuk ka gjë më antipatriotike se ta vjedhësh një vend e të bësh korrupsion. Ata janë tradhtarë. S'ka gjë më patriotike se të kërkosh, o çfarë po kërkojmë, mos mbledh. Po pse kur marrin në një punë dhe i vjedh e shtopin dru atje. Një qush dhe për ne si popull. Ta që na vjedh çfarë do të bëjmë këtu? Të na bëjmë arroganti. Unë po të duke vjedhin për arroganti. Pastaj mund të kalojë çdo pallimi shumbullor. Por njëherë për herë ne i gëzohemi këtij uniteti edhe atij vullneti që është atje. Pastaj ati numëroj. Kur flet për vota zotërie, unë i them ti me gjithë plagun e mallkuar, keni marrë 42% vota shqiptare. Edhe këtu nuk mund të ketë Shqipëri. Kjo protesta këtu e ta këtu. Nuk mbjetoj Roma kur dolën plebejt dhe shkuan për kodra. S'munditohet pa dy këmbë të saj. Edhe kështu, kjo është një pjesë e madhe e këtij populli dhe bile më e drejta, më e legjitimuar. Ne kemi ligjin, atë që shkruhet. Edhe parimet, pa parime nuk jeton shoqëri gjatë. Pra kjo natë e padrejtësisë, ku i afrohet fundit saj, dhe prandaj ruani një për gjithë për një bashkuar rreth të mirës përbashkët shqiptarëve, drejtësisë, parimeve, ligjit edhe ligjeve drejta, jo ligjeve që kanë bërë këta, që ndryshon sipas biznesit dhe interesit ndryshojnë ligjit. Pra besoj se jemi afër asaj që kemi thonë, po bëhet e prekshme. Pa të jetojmë të lirë, me dinjitet, duhet e pabesueshme. Edhe drejt Zotit në vendin tonë. Duhet e pabesueshme. Kjo që po ndodh dhe jo kjo që po. Unë që kam kaluar dhe këto, që nga 90-a kam qenë aktiv, në 90-a sidomos, deri në 92-shin se mendova aq ishte. Unë djalë i ri isha, ishte 5 vjeç. Kontributi im ndryshoi sistemin. Po jo, tani kemi mësuar. Është realizueshme dhe po realizohet. Pse s'po e beson? Ta besojnë gjithë. Duhet ta besojnë gjithë. Më ka ardhi person që u bë kryeminist mas vitit 97. E thash Berisha i ju thash. Jo, tha, ka i zgjidhje e gjithmonë thash i poshtë, tha ai tha nuk. Asi te ka gjë që thonë. Ai kam qenë që parku i Nia ka qenë një bar Korça atje, në me cep aty. I thash i tavoli mande ishe. Caca Ngjeli, Musa Ulqin, ky personi erdhi mundohi. I thash, bëni gati programet se joni pushteti. S'na jep pas Europa, tha, se kemi në anën burg akoma, tha, për vjedhje, tha, nuk ka jep. Ore, nuk do ecë me president ke punë, do ecë me kancelar, me kryeministët fortë. Edhe ata e zgjodhën, president bu me dani për prapa. Në anën kryeministër, i shërbeu e që i bëri Berisha, mori papajsin, u rikthye pra kryeministër, mori edhe partinë. Kosisht. Tani, këta që më bëjmë mundi që edhe kryeministri Jegër, është në burg tani, këta që majnë vetëm për zgjot. Nga nuk shofin as kemaja hundës tyre, po kur i bu pushtet, normal që të shofësh pak më larkë, është si natyre. Se shef unë varë. Do të shofësh tani Kashari pak më poshtë do ty për shtaras, nuk e ju, 10 kate larkë sa është, 12 kate. Edhe puna e kësaj. Këta pushtetit të ndihmon shofë të gjëra. Po kur kesh fut këmbët nga toka, nuk e njeh realitetin, po është arrogant pa lidhje. Ta se kuptojnë që fundi i tyre ka filluar. Ngritja në kohën që ka filluar ngritja shqiptare, dhe kjo protest është institucion, është për të festuar, në atë kohë ka filluar është kështu kjo. Raport drejt nga njëra ana. Te ulet e ngrihet. Sa më shumë të këndoj shqiptar, më shumë të bikë.
Edhe kur të bëjnë ndëshkimet. Sa më shumë qëndroni, aq më shumë bie. Kur të bëjnë tyre do bie gjithë ky pushteti. Kur të bëjnë ndëshkimet e dura që të marrin mësim, se ata nuk janë çuar atje. Ata janë çuar për shpërndarje pasurisë të gjitha. Kështu që ata PD-s do duan të në pasuri bashkë me PS-s. Do duan të kenë copë protesta. Ta nuk mund, patricitë e mëdha historike s'mund t'i lënë tani. Kapen ata që janë kapë korupcioni, edhe të vendosin rregull të reja loje, tregu lirë për gjithë shqiptarët, që kushte kanë organizuar tregun e lirë, uçmimet do të jenë përballueshme, e s'do ketë diskriminim, e të mos jemi në dhunën e monopoleve oligopoleve, që jemi tani, e duopole. Ne jemi në dhunën e dy monopoleve të mëdha, që janë dy partitë banda PS-PD. Pa kemi oligopolitet politik, po dhe në ekonomi. Këto gjëra do mësohen shumë shpejt, kur të hapen mirë petet e krojë, për shqiptarët e ndjej, nuk ka nevojë më tani. Tani ti bie mrapa atë që thotë zemra tyre, pa hyrë për llogari tepër, ta se hap pas hapi do të bijë çdo zgjidhje. Mjafton ta meritojnë vetëm. Kishte fitoria më e madhe. Ajo protestë do ta meritojnë vetëm për ditë, të mos lodhen. Mos thotë që e ullëm sot të gurin tani edhe. Ja, aty vazhdoni. Me mos harroni se i çoi arroganca qeveritare atje, është mbush kupa, se mund t'i kishin çu edhe unë dhe ti para 10 vjetësh dëshirën e kishin, po situarin tot. Pra mos ta humbin të momentin historik. Edhe mos vesh kënaqen. Edhe mos bibesojnë vetëm. Kjo, bravo, këtë dojtë të thojë, se shof edhe vetë si gjë, e shof aty që mos bim preks, që bim preks, kënaqësisë unit tjetra, do të them disa gjëra. Erdhin zyrat tona, dhuroi një plak 80 vjeç. Për kohën 28.000 lekë. Ishte shumë. Mos i kisha pa me sy. Ishte shumë. Por ju, tha, të ndihmojnë edhe, ka qenë zyrë Zoti Qiriaqi, Bashkim Sala, kryetar PD-s Tiranës, i shnuni morë ato dorëzim. Unë lodha dhe. E plaku më sa mujsh mu mos kënde tomo. Pra vi njerëzit japin shpirtin. Prandaj mos i hyn hak as vetes as tjerëve. Dhe ka portuar vetes ka bërë këy me arrogancën me të ruar, tani mund t'i ndjellin, mund të kërkojnë ti brendin premtojnë. Ja. Mos harrosi nga e nis. Ja, më të ri besnik, mos e trajtojnë të zhgënjej të popullit. Kjo protestë në duhet ndalojmë me kuptimin kjo do jetë atje, për çdo padrejti. Momenti ndodhet prapë, do ketë është si puna atij ta mbyll tani me këtë. Shkon dikush, to janë ca historia që ne themi. Ti do njëri ora i shejtani atje thot po pret pemë thot. Edhe ky shpesitari të voçëm shkon për ta rrahur shejtanin me nallane. Tha shejtani thot, çka ke thënë tek tjetër? Po pret pemë ti thot, edhe u friksua shejtani. Amana tha, të tja pa i qesë me Flori, tha, vetëm bledhe sot ati prest. E mirë tha i të kështë bëllë, i të ma qesë, i tha të nesër prapë për qetani. I të shkuar për papë në lanë të qetani, tha, a i mojë pare djetit, tha, po, tha, ta një s'kemë fuqike unë, tha, vetëm të voshmëria ka fuqike unë. Shkuar. Për ne thua që Zotin da njerëzit, i dalon njerëzit vetëm nga të voshmëria, as ka ngjyra. Me që dur një njërë, ka shku njërë, sepse vesh pëse ke ndru njërë, do. Po ka. Me që ti për njërë, se që më koincident komplet. Nuk i marë le njërë ju të sa vesh, tuj më shoj asa që vesh vetë, as që vesh, asa që vesh, ato e më punë të mija. Edhe mos u merrni me syzet, mos u merrni me syzet. E kena thonë syzet. Çka merrni me gjërat budalliqe. Merrni me thelbin e gjës, me këtë mesazh çka thonë. Jo, është për humor, për fund fare, po javë është ingredientet e lehta. Bjerë ngjyrën se e ke bukur thuj, po ngjyra më e mirë se ka njerëz që zbaren nga fytyra dhe nxjerrin nga brenda, domethënë. Kështu që nuk kemi një pishmani, kemi rrit me zor këtu. Edhe çfarë them tani? Unë uroj suksese, ti je më afër atje. Aty do të kemi rrotull duke parë. S'kam asnjë lloj egoizmi, me shpirt i uroj. Po ishe robi tha në rrugë Zotit, tha Zoti nuk e fliq robin e vet, do jemi në rregull. Mos ja kini me ide vetës, ti populli,
e këtij vendi se ka nevojë. Kaq, bile po them si lutje. Rinis deri tani keni qenë shumë mirë, ashtu ri. Duri, asgjë tjetër. Kjo vjet është prapë duri. Durum, kemi duru kaq kohë. Të durojmë edhe pak. Ja. Pak fare. Tani ja. Edhe pak fare, kjo është durimi më i bukur për të kujtuar gjithë procesin. Jo vetëm procesin, po edhe në një farë mënyrë ta shijonim. Ta shijojmë po patjetër ky proces është nesër do kujtohet do mbledhemi prapë edhe në biseda të shkurtra ta komentojmë e pasere se duhet edhe i çik support atje, support atje kështu është. Ta supportojnë një tjetrin në këto pazaret ku luajnë miliona e qindra miliona, po flasin për euro e për parë. Ne parë japim gëret vetes edhe bëjmë mirë se nuk do dalë keq. Patjetër. Do dalë dielli edhe për ta. Ka dalë bile. Kështu që nuk ka jam fjalë tepër ta, e presonte atje. Si shqiptar, si njeri i këtij vendi. Jo si jena patriota, të bëjmë si patriota, po ai sa mundemi ne, ju pres atje, faleminderit shumë që keni qenë gjithë ju, kushdo që ka qenë, qoftë me shpirt, me zemër, qoftë ka qenë i pranishëm atje, se ka shumë shqiptarë tjerë që janë dëbuar prej vitesh nga Shqipëria, edhe ato janë madje edhe më fort se sa ne që jemi aty. Ka më bukur ujë e zgjidhur. Shumë prapë